Qyteti i Gostivarit u zgjua sot i stolisur me flamuj, me rastin e 8 prillit, ditës ndërkombëtare të Romëve. Kryetari i komunës Valbon Limani i ka pritur sot në kabinetin e tij për t'i nderuar përfaqësues të komunitetit rom në Gostivar, duke shfrytzuar nga situata që t'i dëgjoj vërejtjet dhe sugjerimet e tyre, por edhe për t'i njoftuar rreth planeve të komunës në drejtim të avancimit të tyre në shoqëri. Biseduam për disa projekte, por edhe për aktivitetet që do të mund të realizojmë vitet në vijim. Gjithashtu biseduam edhe për ngritjen e pozitës së tyre në shoqërinë tonë si një pjesë e barabartë e shoqërisë tonë dhe mendoj se çdo vit do të kemi nga ndonjë, le të themi, risi apo aktivitet me të cilën Romët si bashkësi, jetën kulturore të tyre, por edhe integrimin e tyre në shoqëri do të ngrisim në një nivel më të lartë. Shfrytëzoj që ta uroj këtë ditë dhe ditë të tjera të gjithë Romët apo bashkësia etnike rome t'i pres me një pozitë të avancuar në shoqërinë tonë. Në emër të komunitetit të Rom foli Kashmir Saliu nga Forcat Demokratike Rome. A i tha se të gjitha punët e mira për Romët fillojnë nga Gostivari, andaj pas zyrtarizimit të flamurit të Rom në këtë qytet, në prioritetet e tyre mbetet zyrtarizimi i gjuhës rome. Seku është në evidenca ka me da ispratim poraki, u smisëll na ona. Në këtë ditë dëshirojmë të përçojmë mesazhe për atë që duhet të bëhet për popullatën rome, marrë parasysh se ka qenë më e marginalizuara në shtet. Por Gostivari dallon për sa i përket integrimit të romëve, sepse të gjitha punët e mira për romët fillojnë nga Gostivari. Ne para 3 vitesh në përdorim zyrtar vendosëm flamurin rom. Pas zgjedhjeve lokale, aludojmë në atë që edhe gjuha rome të jetë zyrtare, sepse në këtë mënyrë do të jemi të barabartë me etnitë e tjera. Vullnetin e kësaj udhëheqësie komunale e njohim mirë dhe besojmë se bashkë do t'i tejkalojmë të gjitha problemet që do të kishin romët në këtë komunë, tha ndër të tjera Saliu. Në këtë takim u definuan edhe prioritetet që do duhet të bëhen në të ardhmen për popullatën rome në këtë qytet, ndërsa kryetari i komunës shpreu gatishmëri për përkrahje të gjitha nismave të mira që synojnë përfshirjen sociale të romëve në shoqërinë e këtij qyteti. Ndryshe, Dita Ndërkombëtare e Romëve është një kremtim i historisë, traditave dhe kulturës rome. Kjo ditë synon gjithashtu të rrisë ndërgjegjësimin mbi sfidat me të cilat përballet komuniteti rom në të gjithë botën.